Cili denoncon pra krimet zgjedhore, rikthehen bisedë me Ardit Radën. Ardit, tani, besoj e ke ndjekur denoncimin e zotit Berisha ditën e djeshme. Me njëherë pas ti, sot, në një fshat të Elbasanit, është kryer një operacion dhe janë gjetur materiale zgjedhore, janë arrestuar edhe persona në fakt. Pra, në një farë mënyre, Partia Demokratike po i vërteton pretendimet e saj. Pyetja ime është kjo. Përpara se të shkonim këtu, pra në pikën kur subjekti politik i Partisë Demokratike po i nënshtrohet një kalvari ligjor i cili do të zjasë, ne nuk e dim nëse do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme dhe qeverisë teknike, pse nuk arriti dot që në tryezën e bisedimeve, mund të themi kështu, negociatave me Partinë Socialiste, me majorancën, të bëjë një kod të mirë zgjedhor. Ka eksponent të PD-s që thonë se në atë periudhë nuk ishin edhe aq të fortë për t'u imponuar. Në gjykimin tënd, çfarë ka ndodhur? Po praktikisht unë ja u kam thënë juve pjesën e kodit zgjedhor 3-4 muaj para zgjedhjeve, që kur u mor vesh se si do votonin shqiptarët, si do përbëheshin listat e gjitha me radhë. Domethënë, edhe votën e diasporës që quajtën si fitore të madhe, e kemi thënë para zgjedhjeve që do ta sulmojnë dhe e kanë kërkuar pikërisht për të zgjeruar gamën e akuzave dhe për të thënë shqiptarëve që këta vjedhin edhe pra majoranca vjedh edhe votën e diasporës. Mirë, pa rregullsi ka pasur Ardit në Greqi, apo jo? Unë nuk jam në dieni për aq kohë sa nuk ndel një votues grek, një votues shqiptar në Greqi dhe deklaroi se ka ndodhur filan gjë. Tani, denoncimet e partive politike, se kjo është abuzive që del Blushi, flet atje 10 minuta dhe s'bën asnjë denoncim, po bën retorik politike. Blushi ka shqetësimin e tij legjitim politik, sepse Ilir Meta ka marrë 7.000 vota. Domethënë, personazhi që ne prisim të ishte më i votuari edhe që ai vetë pretendon se ka mbas vetes popullin e 2 marsit e qindra mijëra vota, ka sot peshën politike të 7.000 votave jo në kryeqytet, po në qark, domethënë 5 bashki, Tiranë, Kamës, Borë, Kavaj, Rrogozhin. Kështu që është një rezultat shumë dëshpërues për opozitën. Pse nuk u krijua një kod i fortë zgjedhor? Këtë duhet të kërkojmë Berishës, sepse Berisha ishte ai që negocioi që kërkoi ndryshimet e kodit, negocioi dhe arsyeja pastaj ne e kemi thënë që unë dyshoj është pjesa e listës mbyllur. Thjesht ka dashur një listë të sigurt të mbyllur për të shpërblyer besnikët e tij që ndenjën poshtë shtëpisë me ata 40-50 simpatizant apo militant, ka dashur të shpërblej ata që mblidheshin tek bashkia për ditë dhe protestonin atje kundër çdo javë kundër Erion Veliajt dhe miq dhe shokët e tij. Tani po t'i shohim edhe aleatët, të cilëve u ka borxhet që u ka. Tani po të shohim listën e Tiranës ne me 12 mandate në listë mbyllur, 4 ja ka dhënë aleatëve. Vetëm 8 janë vetë Berisha dhe janë besnikët, Flamur Noka, Edi Paloka, Albana Vokshi, domethënë ata njerëz cilët ai beson, i ka mbas vetes dhe hidhen zjarr për fatin e tij personal edhe politik. Kritika më e madhe që i bëhet sot dy partive të mëdha, kjo është kodi zgjedhor. Majoranca nuk e ka shqetësim, sepse arrin ta ruaj, si thuaç, përmes këtij kodi zgjedhor arrin t'i ruaj votat e veta dhe t'i përkthejnë mandatet të mjaftueshme për të qeverisur. Opozita duheshe që në radh parë të sillte një risi me kodin dhe një risi që e shton atë dozën e demokracisë edhe jep më përfaqësim votës qytetarëve, ashtu edhe të kujdesej matematikisht për rezultatin e saj. Po, Ardit, tani, në gjykimin tënd, si gazetar, jo me pak përvojë, a është përdorur administrata në zgjedhjet e 11 majit e para? E dyta, emra gati anonim në Durrës edhe në Elbasan, si ka mundësi që të marrin aq shumë vota? Ashtu, po në Berati, edhe në Vlorë, edhe në Gjirokastër, dhe në Korçë, dhe në Kukës, i keni parë kush janë emrat e Partisë Demokratike që janë të parët në listat e hapura? Mbas listës mbyllur, kush vjen i pari me 10.000 vota, me 12.000 vota. Nëse po më pyet, a është përdorur administrata në zgjedhje, ka një përgjigje shumë të thjeshtë. Administrata në Shqipëri është përdorur historikisht në zgjedhje. Edhe kur Partia Demokratike, po ta mbani mend,
drejtonte Bashkinë e Kamzës dhe Dvorës për shembull, niseshin dhe ishte publike, niseshin me autobus drejt Tiranës për mitingje, për takime elektorale, për protesta e për gjithçka. Ashtu dhe Partia Socialiste i ka përdorur punojësit e administratës në prizmin që është sqaruar kjo çështje një herë publikisht dhe unë po e risjell si në vëmendje publike. Pra, po sjell justifikimin e mazhorancës sepse e pranojnë vetë që punojësit e administratës publike kanë angazhim politik mbas orarit të punës, në kuptimin që Partia Socialiste funksionon me organizata në çdo lagje, në çdo pallat, në çdo qytet e gjitha me radhë. Askush nuk e ndalon një punojës të administratës, një specialist ekonomist në një X agjenci, që mbas pune të angazhohet si antar organizate në një parti politike, aq më tepër në partinë e madhe. Një njëjta gjë vlen dhe për Partinë Demokratike. Do ishe shqetësuese nëse njerëzit e Partisë Demokratike do kërcënoheshin apo do largoheshin nga puna apo do intimidoheshin për pjesëmarrjet e tyre në aktivitetet e Partisë Demokratike. Tani, sa i përket numrit sepse më pyete që si ka mundësi 3-4, unë e dhash një përgjigje, por ky nuk është shqetësim, sepse ne